që gjykata kushtetuese nuk ka shpall mos kompetencë për padinë e Veliajt, ka shpall se do ta marrë shqyrtim, ka caktuar dhe relatoren. Është caktuar relatoren, nuk ka thonë që ta marrë shqyrtim, ka caktuar relatoren. Caktimi relatoren de facto është personi që do studioj dosjen, do studioj ankimin dhe do të relatoj antarëve të tjerë, pra do ta hapim çështën apo. Është vënë mekanizmin lëvizje. Dhe me mekanizëm në lëvizje, nga një instancë kaq e lartë që ne e marrim për standardin e kushtetutshmërisë në vend, sepse të tillë ja kemi dhënë rolin, apo jo, është gjykata më e lartë në vend. Unë mendoj që këtu kemi të paktën një ngecje të rëndë procedurale dhe një përplasje, do të thohet pa nevojshme, ku presidenti, siç tha me drejt zoti Qori, po tha edhe Lela, presidenti futet dhe tjetërson objektin e ankimimit dhe tjetërson dhe nenin, as unë nuk jam jurist. Ai nuk e tjetërsoi nenin. Ai merr një vendim. Çështja e shpjegimit që ai bëri është interpretuar. Unë nuk e besoj që nuk e besoj që kushtetuese të interpretojë. Unë nuk e besoj që vendimi ai që ka marrë, ai ka marrë për të shpallë zgjedhjet. Pastaj gjykata kushtetuese le ta vendosi. Unë nuk besoj që kryetari i bashkisë më të madhe në vend duhet shkojë për mungesa në punë tek gjykata administrative. Kjo është një çështje tjetër, diskutim ai është personi zgjedhur procedurës. Dhe normalisht duhet gjykuar. Ka o do ta merrte vendimin ose do ta merrte vendimin. Gjykata, Sogol. Pastaj ankohet Velia dhe kushtetuese. Unë e shoh shumë të rëndësishme atë që ndodh me kushtetuesen dhe gjatë këtyre viteve. Me përplasjen për Olta Xhaçkën për shembull, ka qenë një moment kur kushtetuesja për mendimin tim ju lëkund imazhin. Tani ne kemi pas një gjykatë kushtetuese, ti e di mirë se gazetari vjetër, po dhe ne të tjerë këtu, një gjykatë kushtetuese e cila e ka ruajtur drejt peshimin edhe momente shumë vështira. Nuk ja ka prish gjykatës kushtetuese ekuilibrin 9-0 edhe për marrëveshjen e detit. Kanë qenë 2 kryeministra, e ke parasysh foton, dhe 2 ministrat jashtëm që kanë firmos një marrëveshje, shumë me pasoja, me dimensione, me një rezonancë shumë të fuqishme për të dyja vendet, dhe del gjykata e hedh poshtë dhe ngeli ashtu Sokol. Për mendimin tim, ne duhet ta kemi një trup të tillë që të gjitha palëve, përfshirë Presidentin e Republikës, Parlamentin dhe qeverinë, të mund t'i thotë një jo të prerë, siç ka bërë në ato kohë, po të kujtoj. Edhe një tani po ja imponon ti jon? Jo, më fal, po imponoj gjyfarën. Unë ndjej që në këto momente imazhi dhe reputacioni i gjykatës kushtetuese po vihet pikpyetje nga disa sjellje paralele të institucioneve tjera të shtetit, të cilat po ja prekin direkt apo indirekt këtë sovranitet që duhet ketë. Çfarë po i thon gjykata kushtetuese? S'ka pa ne presion, përveç se ka një korr pafund njerëzit që i bëjnë presion për interesave publike etj. Unë një rast ta thash me Xhaçkën. Rasti i dytë është ky, më fal, presionit, që ti për presion ndaj gjykatës kushtetuese. Po më fal, pse çfarë është në vetvete vendimi i presidentit kur gjykata ka shpallë relatorin dhe ka marrë çështjen përsipër? Si mund të futet? Më fal, për çështjes parë, po si mund të futet presidenti dhe të hyj, të dekretoj zgjedhje. Më fal, bëjmë një supozim. Gjykata kushtetuese vazhdon rekursin dhe eventualisht shpall që shkarkimi i zotit Velia nuk ishte konform rregullave. Ndërkohë në Shqipëri mbahet një fushat elektorale, këta zotërit futen në garë bashkë me të tjerët. Tirana ka, lutem, Tirana ka kërkon vakancë këto. Ka një afat. Presidenti, më fal, presidenti nuk është afat shkurtër, do ta bëj për 40 ditor apo. Presidenti nuk është. Dhe ai e ka bërë në limitin e 40 ditor. Jo, nuk e ka bërë në limit. Jo, s'ka bërë në limit. Jo, s'ka bërë në limit fare. Dgjoj, mes të kohës e ka bërë. Presidenti nuk është diella Sokol, presidenti është institucion. Dhe presidenti kishte një rol dhe ka një rol. Çfarë do t'i mbetet presidentit me ankimin e dytë Velis, nëse kushtetuesja hedh poshtë dekretin? Çfarë i mbetet? Me ankimimin dytë është çështje tjetër. Unë ta thash në editorial. Ankimimi dytë vendos në xhapërdi gjithçka. Do të thotë tek e para. Dhe presidenti duhet i mendonte të gjitha opsionet kur kishte atë sopletër para. Unë e di që Rama e vuri para faktit kryer, sepse kjo është ideja, e vuri. Pozicioni ishte dhe është shumë delikat. Gjithë problemi që kemi ne kemi pasur gjithë jetën kryetari i shtetit. Ne kemi pasur gjithë jetën politikan president, që kur bën president janë bërë dhe më shumë politikan.
Dhe kanë marrë vendime o me zë, o me heshtje të ndikuar politikisht. Një sekondë ta mbaroj edhe unë. Kurse ky është i presidenti, unë pres letrën nga kryeministri, shko te këshilltarët e vet, po, jo. Ai është i detyruar ta bëjë. Kur ta merrte me limit fare në sekondën e fundit të kohës vet, ai këtë vendim do të merrte, sepse ende nuk ke shprehur gjykata kushtetuese. Se s'është gjykata kushtetuese, nuk ka çfarë. Ai do ta kryente detyrën e tij mirë apo keq. Ti e di që në këto raste kryetari i shtetit luan dhe me atë që quhet timing. Jo, kryetari i shtetit nëse është Ilir Meta. Po një kryetar shteti normal, një kryetar shteti normal, kjo ka ardhur te ajo, pastaj hedh gjykata kushtetuese ta hedh poshtë. Presidenti lë pa firmosur ligje, i kalon procedurë heshtje, po do i bën të gjitha, i ka gjitha. Po i ka janë president politik. Skëndere, dikur kish vlerë. Ky është problemi. Ne nuk kemi mësuar me president që hap letra dhe firmos. Kjo që thoni ju kish vlerë në rast se në momentin e fundit që do mbaronte koha që kishte në dispozicion presidenti, do të dilte gjykata kushtetuese pra disa minuta përpara, qoftë edhe një orë apo 2 orë përpara, dhe do të merrte vendimin për të pezulluar zgjedhjet ose vendimin në bazë të ankimimit të për Veliaj. Por ende kjo nuk na ka ndodhur dhe ne gjykojmë në bazë të faktit. Pra, nisur dhe nga sqarimi që ka bërë këshilltari i presidentit, që është njeri i kualifikuar dhe që vjen nga Partia Demokratike, por kjo nuk ka shumë rëndësi, ai thot që jep argumentat e tij pse e kanë marrë këtë vendim. Dhe ishin detyruar ta merrnin këtë vendim, nuk dua të justifikoj presidentin, s'ka asnjë lidhje. Por ideja ishte që kushdo që të ishte në këtë pozicion, një vendim do ta merrte, këtë vendim do ta merrte duke marrë parasysh që edhe mund të irrëzojë dekretin në rrugë sipër. Por ishte detyruar ta merrte. I detyruar ta merrte dhe i vetëdijshëm që do të ishte tabele qitjes, domethënë të gjithë nuk ishte ta. Nëse do ishte Ilir Meta, sigurisht nuk do ta bënte. Do të bënte në Ilir Meta bëri tjetrën. Ilir Meta ishte në zgjedhjet lokale dhe që i dekretoi po vet, mori një vendim, dekretoi vet, dhe pastaj mori prap një vendim tjetër dhe pastaj në 3 vazhdoi saga e shkeljeve kushtetuese për dalë pak tek ajo që tha miku ynë Lela, kur vazhdoi saga e shkeljeve kushtetuese kur dori Ilirian Çelibashi dhe tha unë nuk e njoh dekretin e presidentit, por do të vazhdoj, do me thënë, quajti një vendim antikushtetues vendimin e presidentit për të shtyrë zgjedhjen shtator dhe i mbajti zgjedhjet vetë kryetari, kjo është e paparë, vetë kryetari i komisionit të zgjedhjeve në kohën që vendosi ai. Pra të dy ishin në shkelje, koha vërtetoi që dy ishin në shkelje si presidenti edhe kryetari i komisionit të zgjedhjeve, sepse nuk është në taglin e kryetarit të komisionit të zgjedhjeve të mbajë atë qendrim ndaj dekretit presidentit. Dekreti presidentit është fundor. Pra ai ata do të ishin të detyruar, ja ta mbaroj. Ata do të ishin të detyruar të vazhdonin qindra njerëz që paguajnë në shkeljes e antikushtetuese. Ku ka dekret të dekretit. Po pra, po e bëri kryetari i KQS-së. Jo, po dekretin e bëri Meta. Jo, e bëri, po pastaj bëri një dekret tjetër. Dhe ai ishte detyruar të zbatojë. Kur ai ka 2 dekrete? Ka 2 dekrete mbi tavolin? Po çfarë, do të thotë urdhri i dytë e anullon të parin. Po kush i ka kështu tani si çfarë do të thotë? Po këtu është problemi që ne jemi mësuar me këto far. Ne jemi mësuar me këto far presidentësh që e marrin kushtetutën dhe e bëjnë me lastik brekësh. Dhe interpretojnë si teket aty në moment caktuar. Ky është i presidenti i cili ka marrë përsipër, ka thënë shiko, unë do ndjek procedurën që kam përballë. Del gjykata kushtetuese, nëse mahet poshtë, mahet poshtë. Dhe në rastin e debatit, ankimin e parë. Ankimi i dytë sigurisht i Veliajt, ankimi i dytë po. Ai është i rrezikshëm. Sepse